Sali Berisha reagon për herë të parë lidhur me takimin që Ervin Saljani zhvilloi në zemër të Tiranës me demokratë të shumtë. Kreu i Partisë Demokratike nuk pranon se në takimin e Saljanit kishin shkuar antarë dhe udhëtar të hershëm të Partisë Demokratike. Asnjë demokrat nuk ishte aty. Tu themi të vërtetën, ata që ishin dhe ata që dolën janë prikosh të ndarë nga Partia Demokratike ose nuk kanë qenë kurrë në Partinë Demokratike. Asnjë demokrat nuk ishte në mënyrë absolute që ndjek PD-n, tha Berisha. Pas Saljanit, duket se Berisha do të përjashtojë nga Partia Demokratike edhe Hysén Kadin, më të votuarin e primareve në qarkun Tiranë. Arsyeja, sepse mori pjesë në takimin e ish deputeti demokrat. Cili do që ndjek Saljanin i mbyll hesapet me PD-n, nuk janë kritika ato. Ata kanë veprime konkrete kundër Partisë Demokratike, u shpreh Berisha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.